Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita maqedonase rreshtohet kundër vendimit të shumicës për anullimin e ligjit për qeveri teknike përpara zgjedhjeve parlamentare. Lideri i LSDM-s Venko Filipçe kërkoi që qeveria e Përzhinës të mbetet, përndryshe grupi parlamentar i LSDM-s do të tërhiqet nga grupi i punës për kodin zgjedhor. Nëse sot në komision kalon ky ligj për qeverin ashtu sikurse është, grupi parlamentar tërhiqet nga grupi i punës për kodin zgjedhor, tha Filipçe. Ai theksoi se si parti duhet të reagojnë dhe qytetarët të dinë se po shmangen mekanizmat e kontrollit që garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Gjykata vendosi të lënë në arrest shtëpie ish zëvendës kryeministrit e Maqedonisë së Veriut Artan Grubi. Gjykata penale pranoi kërkesën e ardhur nga prokuroria. Grupi u kthye në vend më 23 shkurt të këtij viti pas 14 muajsh në rati. Për arsye sigurie ndaj tij është i caktuar arrest shtëpiak dhe jo para burgim efektiv. Ai u ndalua në orët e hershme të mëngjesit në pikën kufitare Blac. Ish zëvendës kryeministri akuzohet për veprën penale keq përdorimit të detyrës zyrtare. Sipas hetimeve, ai së bashku me ish drejtorin e llotarisë shtetërore Përparim Bajrami kanë porositur aparate VLT duke përvetësuar rreth 8.2 milion euro fonde shtetërore. Miratohet ndërtimi i pikës së re kufitare midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, Strumjan-Niberov. Projekti mund të fillojë pasi të përfundojnë procedurat e nevojshme ekologjike në Ministrinë e Mjedisit dhe Burimeve Ujore. Kryetari i komunës së Strumjanit, Emil Iliev, deklaroi se paralelisht me këto procedura janë ndërmarrë aktivitete për koordinimin e solucioneve për shkak të secilës ai beson se punimet mund të përshpejtohen. Rruga prej 8 kilometrash deri në kufi është miratuar dhe është zgjedhur opsioni më i shkurtër dhe më ekologjik. Kryetari i komunës së Strumjanit shpreh bindjen se pika e re kufitare midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut do të jetë funksionale deri në fund të vitit 2029. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shuhet në moshën 89 vjeçare akademiku Recep Qosje. Ai ka qenë një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë, kritikës letrare dhe mendimit intelektual shqiptar. Lindur më 25 qershor 1936 në Vuthay të Plav Gucis, Qosja është i mirënjohur si shkrimtar, studiues, kritik letrar, historian i letërsisë dhe akademik. Për shumë vite i ka qenë pjesë e Institutit Albanologjik të Prishtinës dhe një nga zërat më të njohur në debatet kulturore dhe politike shqiptare. Për kontributin e tij të çmuar, ai u nderua me shumë çmime, përfshirë nderi i kombit nga Republika e Shqipërisë në vitin 2000. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë mbajtur 1 minutë heshtje në nderim të tij. Shumica e qeverisëse në Kosovë miraton në kuvend projekt ligjin për vendosjen e çmimeve tavan. Me 63 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, u miratuan masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit të treg. Qeveria pretendon se ligji synon të vendos masat të përkohshme për t'i mbrojtur qytetarët nga rritja e paarsyeshme dhe menjëhershme e çmimeve të produkteve bazë. Nuk është projekt ligj që i hyn listës së përgjithshme të produkteve në të gjitha marketet e Republikës dhe i përcakton çmimet. Jo, i përcakton vetëm listën e produkteve që janë të miratuara sipas projekt ligjit dhe nën produkteve që derivojnë nga ato produkte, të cilat i miraton bordi. Dhe unë mendoj që kjo është një prej masave bazë për të ruajtur ose për të mbrojtur ata që kanë nevojë për mbrojtje. Gjithmonë do të jetë një seri shumë e madhe e produkteve dhe kategorive që do të përcaktohen sipas çmimeve të tregut. Ligji parashej gjithashtu themelimin e një bordi me 5 anëtar si organi më të lartë dhe përgjegjës për të marrë me çështjen e çmimeve tavan, i cili duhet të raportojë Kuvendit çdo 3 muaj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.